Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Sonte në këtë natë të bekuar jemi rikthyer sërish. Dhe ky është i treti vit me radhë ku fshati Dobridol tregon edhe një herë se ka qytetërim, civilizim dhe kulturë tradicionale për të organizuar dhe stimuluar çdo herë rrugën e diturisë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sponsorët e kuizit të diturisë Lexo 2016 janë Foto Studio Melo, Riha Band, Elektro Gaci, Loco Company, Oro Cafe, Mobilieria Visioni, Microsystem Scope, Ndërmarrja ndërtimore Qarku, Ëmbëltore Savo, Genius Farm, Open Style,
Kuzhina Dehari, Logos A, Vizioni M, Eurosystem, Gomisteria Continental, Europlast, e sponsori generali quizit Beni Grossmarket. Komisioni përbohet nga Hamid Shabani, Hoxh Dobërdo, Gjevat Haliti, profesori gjuhës Shqipe, Dobërdo, Jeton Ameti, magjistër i historisë, Dobrido, Fatmir Akipi, profesori ekonomisë, Toplic, garuesit e sotëm janë Enisa e Bibi, Negodin, Majlida Beqiri, Dobërdo, Haris Emini, Dobërdo, rubrika e parë do të jetë me ABC. Rubrika e parë, kandidat u ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërën prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë. Nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Ju lutem pak më qetësi. Pyetja e parë. Cili nga melekët që futët e konsideroni si armik të tyre? Nën A. Israfilin, B. Azrailin, C. Gjibrilin. Përgjigja e saktë është C. Pyetja e dytë. Cili dialekt në masë më të madhe është përfshirë në gjuhën e standardizuar? Nën A. Gegë, B. Toskë, C. Asnjëri. Përgjigja e saktë është B. Toskë. Pyetja e tretë. Kush ishte në krye të kriengritjes së madhe ilire kundër sundimit të romak? A. Teuta. Ju lutem pak më qetësi. B. Bato. C. Agroni. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e katërt. Sa shtete nga Amerika Jugore nuk derdhen në det ose oqeane? Nën A. 2, nën B. 3, C. 4. Përgjigja e saktë është A. Pyetja e pestë. Alkimistët kanë hulumtuar pas gurit të urtësisë, sepse kanë besuar se metalet mund të shndrojnë në diamant, naft, ari. Përgjigja e saktë është C. Ari. Pyetja e gjashtë.
Cili nga pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu konsiderohet si vula e pejgamberëve? A. Muhamedi alayhis salam, B. Isa alayhis salam, C. Ibrahimi alayhis salam. E sakt, A. Muhamedi alayhis salam. Pyetja e 7. Sa herë u zgjodh Ronaldinho si futbollisti më i mirë i vitit nga FIFA? Asnjëherë, një herë, 2 herë. Përgjigjja e saktë është C, 2 herë. Pyetja e radhës është pyetja e 8. Molekulat që janë gjithmonë në lëvizje pasi kanë A. Energji kinetike, B. Energji elastike, C. Energji potenciale. Përgjigjja e saktë është A. Pyetja e 9. Lufta e parë botërore zgjati A. 10 vite, B. 4 vite dhe C. 7 vite. Përgjigjja e saktë është B. 4 vite. Pyetja e 10. Tefsiri në Ruhul Maani e ka shkruar A. Sharavi, B. Ayashi dhe C. Alusi. Përgjigjja e saktë është C. Shkojmë edhe me një ilahije, do të na këndoj Venhar Bajrami. Që janë këta djemë me qënë të në kram, si ti kanë me lotu i kjam, me lot malje, me lot kësimi, për vend qëjtë po një suftimi, me i për cjellë gjithë pas skandal, po u thojnë djemëve u dhem bar, t'lutem la mos me m'haru, bandua vla edhe për mu. Oj Medine, mal të madh zemër më mbine, a kam i merë o Allah, edhe unë qapën me pam. Oj Medine, mal të madh zemër më mbine, a kam i merë o Allah, edhe unë qapën me pam. Si në botje të runerash, qapës pari kur e pash, s'ju besova si vemi, e shikoj e s'mund me ungim, e gjithë bota besimtar, gjithë e veshun me të bardh, knojmë të elmien me nizam, ushtëm vendi lebejk Allah. Oj Medine, mal të madh zemër më mbine, a kam i merë o Allah, edhe unë qapën me pam. Oj Medine, mal të madh zemër më mbine, a kam i merë o Allah, edhe unë qapën me
Rezultatet nga rubrika e parë. Kandidatët: Enisa e Bibi 28 pikë, Majlinda Beqiri 32 pikë, Haris Emini 28 pikë, rubrika e dytë vijon me pyetje po jo. Kandidatëve u ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërin prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fiton nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fiton nga 4 pikë. Nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Pyetja e parë. Allahu Gjeleshanuhu tokën edhe qiejt i ka krijuar për 6 ditë. Përgjigja e saktë është po. Pyetja e dytë. Vari i Muhamedit a.s. gjendet në Mekë. Përgjigja e saktë është jo. Pyetja e tretë. Komentator më i mirë nga sahabët është Ibni Abasi. Po e saktë. Pyetja e katërt. Përshkrimi artistik që u bëhet ngjarjeve dhe njerëzve të vërtet quhet reportazh. Po e saktë. Pyetja e pestë. Kryengritja e Dervish Tarës filloi në vjeshtën e vitit 1850, e cila shpërtheu në Shkup. Përgjigja e saktë është jo. Pyetja e gjashtë. Tërmeti më katastrofal i ndodhur ndonjëherë në botë është ai i Shaanxi në Kinë, vitin 1556 dhe ka pasur 830.000 të vdekur. Po e saktë. Pyetja e shtatë. Mikrocentrale të qelizës janë ribozomet. Jo, e saktë. Pyetja e tetë. Lojrat olimpike në vitin 2008 janë mbajtur në Athinë. Përgjigja e saktë është jo. Pyetja e nëntë. Kryeqyteti i Bolivisë është La Paz. Po e saktë. Pyetja e 10. Veprimet e definuara saktë, të paramenduara dhe të kontrolluara gjatë të cilët kryhen ndryshime fizike ose kimike quhet eksperiment? Po e saktë. Shkojmë edhe me një ilahie nga Elma Ademi. Sonte falet e ravia, e nashtohet dashuria, muslimanve u qeshtyra, zbutet zemra nga mëshira.
sonte falet e ravia, e na shtohet dashuria, muslimanve u qeshtyra, zbutet zemra nga mëshira, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sefir, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sefir, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton, agjërimi të pastron, shpirt e zemër t'i shëron, për Allah me bën një pun, shumë fish Zoti të pagun, agjërimi të pastron, shpirt e zemër t'i shëron, për Allah me bën një pun, shumë fish Zoti të pagun, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sefir, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sefir, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton, një herë në vit ki muaj vjen, pa hesab Zoti ç'përblen, bani lutjen prak t'iftarit, na largo o Zot prej zjarit, një herë në vit ki muaj vjen, pa hesab Zoti ç'përblen, bani lutjen prak t'iftarit, na largo o Zot prej zjarit, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sefir, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sefir, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton. Rezultatet nga rubrika e dytë. Kandidatja Enisa e Bibi me 21 pikë. Majlinda Beqiri me 33 pikë. Aris Emini gjithashtu me 33 pikë. Rubrika e tretë është rubrika do të jetë me shkronjat. Kandidatëve u ofrohen disa shkronja, kandidatët duhet të formulojnë një fjalë e cila do t'i përfshi të gjitha shkronjat. Fjala duhet të jetë e shquar, e gjinisë mashkullore ose femërore. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk përgjigjet me të gjitha shkronjat,
mund të ketë përgjigje më pak shkronja, me kush që fjalat të jetë shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Kandidati fiton aq pikë sa shkronja ka fjala. Koha për përgjigje do të jetë 60 sekonda. Vazhdojmë. Këto ishin shkronjat T, O, A, M, D, I, N, A, S, I, R, R, T. Dhe zgjidhja është ose përgjigja e saktë administratori. Kandidati B e ka të saktë. Dhe ka fituar 14 pikë. Vazhdojmë. Këto ishin shkronjat Sh, U, B, K, I, M, U, R, I, K, R.
është bukur shkrimi. Përgjigje të saktë nuk kemi. Kandidati B ka shkruar fjalën mushrik, por fjala do të thonë nuk është e shquar. Do të thonë kërkohet të jetë e shquar. Ndërsa kandidati C kimi dhe fiton 4 pikë. Se do të thonë është rregull. Filloj. Këto ishin shkronjat: L, C, I, A, E, M, Z, N, I, R, T. Përgjigja e saktë është centralizmi. Përgjigje të saktë nuk kemi. Kandidati A, përgjigje për afërt Lemza, 5 pikë. Kandidati B, Ezani, 5 pikë. Kandidati C ka shkruar Ramazani, por në këtë fjali kemi vetëm ja, nuk kemi diaja. Dhe secila shkronjë duhet përdoret vetëm nga një herë. Aq sa është e paraqitur ke shkronja. Do të thonë kandidati C nuk fiton asnjë pikë. Vazhdojmë.
shkronjat. T, M, I, L, Q, I, R, A, I, R. Dhe zgjidhja është çlirimtar. Çlirimtari. Aja edhe C-ja e kanë të saktë. Dhe kanë fituar nga 10 pikë. Edhe një ilahi nga Bujami Bajrami. Bushe zemrën me iman, mer lezo valla Kur'an, se kjo fe është dritë nur, i vetmi dini pranum. Bushe zemrën me iman, mer lezo valla Kur'an, se kjo fe është dritë nur, i vetmi dini pranum. Pa islam s'ka lumë të rriti, that mirat ku i ki, shpëto vetën ti morla, që të ruk dalje nuk kam. Pa islam s'ka lumë të rriti, that mirat ku i ki, shpëto vetën ti mor vlla, na jiret dhe në këtë dunja. Në nderove me didrita, me Kur'an dhe me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Në nderove me didrita, me Kur'an dhe me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Rezultatet nga rubrika e tretë. Enisa e Bibi me 15 pikë. Haris Emini me 14 pikë. Majlinda Beqiri me 19 pikë. Rubrika e katërt do të jetë me imazhe. Ju lutem pak më qetësi. Në këtë rubrikë, secili kandidat i jepet nga 4 fotografi të mbuluara të karakterit të përgjithshëm. Nëse kandidati e din përgjigjen, ai vazhdon me imazhin e radhës. Në të kundërtën, udhëheci e jep përgjigjen e saktë. Për të vazhduar me imazhin e radhës. Për përgjigje të saktë, kandidati merr 3 pikë, ndërsa koha për përgjigje është 5 sekonda. I njëjti rregull vlen për të gjithë kandidatët. Kandidati A. Lishoja Valmir, lishoja. Lishoja o Valo. Çaka e kam diet. A diet. Flamuri Francës. Flamuri Hungarisë. Ju lutem pak më qetësi. Piramid. E saktë.
Nguri. E sakt. Mozilla, Firefox. E sakt. Shkoj me kandidatin B. Koha është 5 sekonda, keni përgjigje sa? Se ti. Është flamuri romanes. Cilinda, E sakt. Panda, E sakt. Google Chrome. E sakt. Shkoj me kandidatin e radhës, kandidatin C. Flamuri portugales. E sakt. Kube. Jo. Kone. Nuk keni përgjigje të sakta. Ju lutem ma qetësi se e dekoncentroni. Pesë sekonda mund të... Koala. Nuk kam përgjigje. Google Earth. Shkojmë edhe me një lehi nga Venhar Bajrami. Ko e haqit kur vjen veni vësum zën, mali zemrën ma vret, loti lotin se pret, loti lotin se pret. Ko e haqit kur vjen veni vësum zën, mali zemrën ma vret, loti lotin se pret, loti lotin se pret. Qabe moje bukur jem, t'ka beku i mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje bukur jem, t'ka beku i mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. A nuk ka vend për muna me ke me shku, ati hramun me vesh, ftira ime t'pustjesh, ftira ime t'pustjesh. A nuk ka vend për muna me ke me shku, ati hramun me vesh, ftira ime t'pustjesh, ftira ime t'pustjesh. Qabe moje bukur jem, t'ka beku i mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje bukur jem, t'ka beku i mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe zemra të don, krenaria jon, shumë miliona një fem, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe zemra të don, krenaria jon, shumë miliona një fem, kibleti e për ne,
kibleti e përnë Qabe moje bukurje Ka bekuj madi zot Zemra ime është atje Për shdo vjetë, për shdo mot Qabe moje bukurje Ka bekuj madi zot Zemra ime është atje Për shdo vjetë, për shdo mot Rezultatet nga rubrika e 4. Haris Emini 3 pik. Melinda Beqiri me 9 pik dhe Enisa e Bibi me 9 pik. Rubrika e 5. Pyetje të përgjithshme. Se cilit kandidati ofrohen nga 7 pyetje. Nëse kandidati të cilit i është ofruar pyetja nuk përgjigjet saktë, atëherë përgjigjen e saktë tregon udhëheci. Përgjigja e saktë vlerësohet me 5 pik. Kandidati A. Pyetja e parë. Cili emër përmendet më së shumti në Kur'an? Emri Allahu Xhaleshanuhu. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e dytë. Çka nënkuptojmë me fjalën munafik, dyftyrësh? Personi i cili me gojë deklaron se është musliman ose besimtar i ndonjë feje. Mirë po është i bindur me zemër se është musliman, mirë po nuk vepron sipas bazave të Islamit dhe ai njeriu quhet munafik ose dyftyrësh. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë. Cilat janë 3 degët e mëdha të gramatikës? Morfologjia, sintaksa dhe fonetika do të ishte përgjigja e saktë. Pyetja e katërt. Kryeqyteti i Liechtensteinit është? Liechtensteinit është? Më fal. Kujto. Vaduzi. Pyetja e 5. Në cilën mënyrë bimët gjethëranëse e zvoglojnë transpiracionin në dimër? Me rënjën e gjetheve. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e 6. Sa e ka lartësinë maja më e lartë në botë? Monteverest. $8.848 metra. Pyetja e 7. Kush është autori i librit Qytetërimi Islam? Sami Frashëri. E saktë. Shkojmë me kandidatin B ose kandidaten. Pyetja e parë. Çka nuk kupton me fjalën fasik, gjynahtar? Me fjalën fasik, gjynahtar, nuk kuptojmë personin i cili është i bindur me zemër, por në besimin islam, por nuk e vepron në praktik. E saktë. Pyetja e dytë. Cila është surja më e gjatë në Kur'anin famëlar? Surja më e gjatë në Kur'anin famëlar është surja El Bekare. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë. Në cilin shekull paraqiten dokumentet e parë të gjuhës shqipe? Dokumentet e para të gjuhës shqipe paraqiten në shekullin e 15. E saktë.
Pyetja e 4. Nga çka përbahet gjaku? Gjaku përbëhet nga arterje dhe nga elementet e gjakut. Plazma e gjakut dhe elementet e gjakut. Nuk keni përgjigje të saktë. Ose pjesërisht të saktë gjysmake. Pyetja e 5. Kur filloi lufta e dytë botërore? Lufta e dytë botërore filloi më 1 shtator të vitit 1904. Keni përgjigje ose... Një shtator të vitit 1939. Pyetja e 6. Cilët janë ata që e merituan hidhërimin e Allahu Gjeleshanuhu në surën El Fatiha? Qifutët. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e 7. Autori i librit Dialog me mikun ateist është Mustafa Mahmud. Përgjigja juaj është e saktë. Shkojmë me kandidatin e radhës, kandidatin C. Pyetja e parë. Numëro kushtet e imanit. Kushtet e imamit janë 6, dhe ata janë besimi në Allahun Gjeleshanuhu, besimi në melekët e tij, besimi në librat e tij, besimi në pejgamberët e tij, besimi në caktimin e Allahut dhe besimi në kadan, besimi në caktimin kadan dhe kaderin dhe besimi në ditën e gjykimit. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e dytë. Cili person e pranoi Islamin i pari? Gruaja e Muhamedit alayhis salam. E saktë. Pyetja e tretë. Si quhet gjuhëtari i madh shqiptar që shkroi veprën Studime gjuhësore në 9 vëllime? Ekrem Çabe. E saktë. Pyetja e 4. Sa shtete ka SBA-i? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 50 shtete. E saktë. Pyetja e 5. Cili është roli i centriolave? Roli i centriolave është që të dirigjojnë qelizat e gjakut. Përgjigja e saktë është marrin pjesë në ndarjen e qelizës. Nuk e keni të saktë. Pyetja e 6. Kush e ka thënë i kërkova Allahut pasuri e i më dha Islamin? Muhammed Ali. E saktë. Pyetja e 7. Në cilin vit u themelua kampionati Europian i futbollit? 1960. Euroja. Përgjigja juaj është e saktë. Shkojmë edhe me një ilahie. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fe në ke uzuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberi e ma i dëlluar. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fe në ke uzuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberi e ma i dëlluar. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Nabi,
سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Ti Kur'anin na e mësove dhe Islamin na I shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islamit s'ju largove. Ti Kur'anin na e mësove dhe Islamin na I shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islamit s'ju largove. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alayka, ya Rasul, salam alayka, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka, ya Nabi, salam alayka, يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. Rezultatet nga rubrika e 5. Enisa e Bibi 20 pik, Melinda Beqiri 27 pik dhe Aris Emini me 30 pik. Rubrika dhe pjeqet në total. Enisa e Bibi me ABC 28, me Pojo 21, me shkronjat 15, me imazhet 9, pjeqet dhe përgjigje 20 dhe gjithë seti ka 93 pik. Aris Emini me ABC 28 pik, me Pojo 33 pik, me shkronjat 14 pik, me imazhet 3 pik, pjeqe përgjigje 30 pik dhe në total ka 108 pik. Dhe Melinda Beqiri me ABC 32 pik, me Pojo 33 pik, me shkronjat 19 pik, me imazhet 9 pik, pjeqe dhe përgjigje 27 pik dhe në total ka 120 pik. Nata e parë mbaroi, të nderuar, ju faleminderit për durimin dhe pjesëmarrjen tuaj, shihemi nesër mbrëmë në të njëjtën kohë.